Thot Allahu te bareke wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk I krijova gjinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë, vetëm që të më njohin. E vallahi billahi, ai I cili e njeh Allahun te bareke wa taala me automatizëm patjetër edhe do ta dashuron atë xhelle xhelalu. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, Allahun gjelle gjelalu e madhërojmë, Allahun te bareke wa ta'ala e duam dhe para të nështrohemi dhe për ulemi, s'ka kush që meriton të adhurohet në qiell dhe në tokë përpos Allahu te bareke wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa Ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin, të birin e Abdullahi salavatu rabbi wa salamu alej, atë pejgamber të cilën e zgjodhi Allahu te bareke wa taala si mbartës dhe kumtues I mesazhit të fundit që Allahu Gjelle Gjelalu kishte për t'ia thënë njerëzimit. O ju robër të Allahut, lagni gjuhët e juja me salate dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, të lutemi ashtu siç na ke bashku në një xhami pe xhamijeve të tua në dunja. O Allah, na bashku në hijen e arshit tënd, ditën ku nuk ka hije tjetër po hije sa arshit Allahu te bareke wa taala. O ju vëllezërit e mi, Allahu Jalla wa Ala thot, ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun Jalla wa Ala me një frikë të vërtet. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keni frikë Allahun Jalla wa Ala me një frikë që meriton ai dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju robër të Allahut, sot me lene Allahu Gjellu Ala në këtë khutbe të gjumas e kam titulluar lidhja e krijesave me krijuesin e tyre Gjellu Ala, apo lidhja e njeriut me Allahun Gjellu Ala. Po ju robër të Allahut, njeriu e ka një lidhje të fuqishme me Allahun Gjellu Ala, por edhe Allahu te bareke wa taala e ka një lidhje të veçantë me njeriun. O ju vëllezërit e mi, ajo lidhje është lidhja e dashurisë. Allahu te bareke wa taala ka një dashuri për robërit e tij, por edhe besimtarët kanë një dashuri për Allahun Gjellu Ala. Ej vëllezërit e mi, Allahu Gjellu Ala pse na deshti, andaj edhe na krijoi te bareke wa taala. Po mos na kishte dashur Allahu te bareke wa taala, as që do të kishim qenë sot ne prezent në mesin e njerëzve. Allahu Gjellu Ala thot, "Awala yanzuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl." A nuk e sheh njeriu se ne jemi ata që e krijuam atë më herët? Pra kur dikur njeriu nuk ishte asgjëja, kur dikur njeriu as që ekzistonte, as që prindërit tanë e dinin edhe emrin e ndonjëri prej nesh, Allahu te bareke wa taala kishte pas vendos që ta krijon këtë njeri. Pse? Për arsye se Allahu Gjellu Ala e don atë. O ju vëllezërit e mi, Allahu Gjellu Ala na deshti, andaj edhe na I dha shikimin. Allahu Gjellu Ala na deshti, andaj edhe na I dha ndigjimin. Allahu Gjellu Ala na deshti, andaj edhe na I dha duart edhe këmbën dhe na I dha zemrat. Allahu Gjellu Ala thot, "Wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum." Dhe është ai Allahu I cili ju krijoi dhe ju nxori nga barqet e nënave tuaja. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dhe ai është I cili juve ju dha ndigjimin, dhe ai është I cili juve va dha shikimin, dhe ai është I cili juve dha zemrat. Ai dhe vetëm ai, dhe ne nuk njohim dikën përpos atë. La ilaha illa Allah subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, kush ishte ai? Pos ai I cili na u furnizoi në barqet e nënave tona. Kush është ai? Pos ai subhanahu wa taala që ne na nxori prej barqeve të nënave. La ilaha illa Allah. Allahu te bareke wa taala na tregon, o ju vëllezër, se ai Gjellu Ala dhe vetëm ai është ne mësoi të
folurit, dhe ne nuk dinim që të flasim, po mos na mësonte Allahu. Thot Allahu Jalla wa Ala, Ar-Rahman, allama al-insan, Rahmani mëshiruesi, i cili duhet që të duhet dhe të madhërohet, është ai i cili juve ju mësoi dhe më mësoi të folurit. S'ka kush që ne i ka mësuar të folurit pos Allahu te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, dijeni se Allahu te bareke ve teala edhe e ka krijuar njeriu për këtë marrëdhënie, për këtë lidhje të ndërsjellë mes njeriu dhe Zotit Xhella ve Ala. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë, vetëm që të më njohin. E vallahi billahi, ai i cili e njeh Allahun te bareke ve teala me automatizëm patjetër edhe do ta dashuron atë Xhelle Xhelalu. Ai i cili e njeh Allahun, ai i cili e adhuron Allahun, ai edhe don atë dhe krijon një lidhje dashurie mes atij dhe Zotit Xhella wa Ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Dhe ata të cilët besojnë, ata kanë dashuri marramense ndaj Allahu Xhella wa Ala. Pasha Allahun, ju vëllezërit e mi, lidhja mes nesh dhe Allahu Xhella wa Ala nuk është lidhje e frikës dhe e mbisundimit, po është lidhje e dashurisë dhe e poruljes para Zotit Xhella wa Ala. Elus Allahun te bareke ve teala që të jemi të tillë. O ju robër të Allahut, e ndonjëri prej nesh e që ka vite që i ka ikë rrugës së Zotit Xhella wa Ala, e që ka vite ndoshta edhe e ka humb lidhjen e tij me Allahun Xhella wa Ala. Pasha Allahu një moment që robi i kthehet Allahut, Allahu Xhelle Xhelalu dëshmon prej shtaqieve se Allahu e don atë. Thot Allahu Xhella wa Ala, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Me të vërtet Allahu i don ata që pendohen. Pra edhe në qoftë se moti nuk e kemi gjetë pragun e xhamisë Allahut, edhe në qoftë se ka kohë ju vëllezër që nuk kemi ra në sejdë dhe në ruku, pasha Allahu Xhella wa Ala për dashurinë e madhe që Allahu e ka për robin e tij, e pret atë, ndoshta edhe e godet ndonjëherë me sprova, vetëm se Allahu e merr malli për zanin tënd, vetëm se Allahu Xhella wa Ala për dashurinë e madhe që e ka për robin, e pret atë dhe e pranon te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, lidhja mes nesh dhe Allahu Xhella wa Ala vallahi është lidhje e çuditshme. Nuk ka të dashur dhe mik më të madh se Allahu te bareke ve teala. Allahu Xhelle Xhelalu e krijon lidhjen e çuditshme dhe të mahnitshme mes atij dhe robit vetëm me një fjalë. Kur robi thot o Allah, Allahu Xhella wa Ala thot fa inni qarib, unë jam afër. O ju vëllezërit e mi, Allahu Xhella wa Ala me qenjen e tij bujar është mbi shtaçije. Allahu te bareke ve teala me qenjen e tij madhështore është mbi arshin e tij, që largësia mes tokës dhe arshit nuk mund të paramendohet. Vetëm një moment kur ti thosh ja Allah, o Zot, o Allah. Allahu te bareke ve teala thot unë jam afër. I përgjigjem lutjes të lutësit kur ai më lutet. O ju vëllezërit e mi, edhe vetë fjala Allah ngjallën në zemrën e robit lidhjen e dashurisë dhe mirëqenies mes robit dhe Allahu Xhella wa Ala. Fjala Allah vjen prej fjalës arabe el-ilah, që do thot el-ma'budu bil mahabbati wal khudu', që do thot ai i cili adhurohet me dashuri dhe porulje. Pra vetë fjala Allah Xhella Xhelalu krijon me një herë atë lidhjen e domosdoshme mes robit dhe Allahut, që është lidhja e dashurisë që e kemi për Zotin Xhella wa Ala. Andaj ju vëllezërit e mi, këtë lidhje që e kemi me Allahun Xhella wa Ala, me të dashurin tënd, me mikun tënd subhanahu wa taala, asnjëherë mos e kaput. Dhe në qoftë se robi me gjithë gabime, me gjithë largesën që e ka prej Zotit Xhella wa Ala, nuk e largon lidhjen e dashurisë mes atij dhe Allahut te bareke ve teala, përgëzoj o robi Allahu Xhella wa Ala për ditën kur do takohesh me Allahun te bareke ve teala, ku Allahu Xhella wa Ala do thot ku janë ata që janë dashur për hatët të madhërisë time, sot do t'i fus në hijen e arshit, ditë ku nuk ka hije tjetër posa hijes së arshit. E si është për ata që e kanë dashur Allahun te bareke ve teala. Elus Allahun Xhella wa Ala që na bën për atyre që ne e duam atë dhe ai na don ne, ja Rabbel Alamin. E thash atë që dëgjuat, kërkoj falje Zotit për vete dhe për ju, me të Zotin dhe Zoti jo shumë falës, alhamdulillah. Kur do të pyet dikush pse falesh, të pse e du Allahun. Kur do të pyet dikush pse agjeron, të pse e du Allahun. Kur do të pyet dikush pse e japi zakatin, o filan, të pse e du Allahun.
Kur të pyet dikush, pse je duke shpenzu për xhamiat e Zotit, thuj pse e du Allahun. Kur të pyet dikush, pse i bën urdhat e Allahut, pse largohesh prej ndalesave të Allahut, pse Allahun e du xhellu ala, pse ai më ka fal çdo mirësi, subhan, edhe është meritor ai xhellu ala që unë të ndalohem me ndalesave të tij xhellu ala. Allahu te bareke ve teala kur i cilson besimtarët në Kur'an, ndër të tjera thot yuhibbuhum wa yuhibbune, ata duan ata dhe ai i don ata. La ilaha illallah, për këtë lidhje të madhe që është mes Allahut dhe krijesave dhe njeriut. Yuhibbuhum, ata e duan ata, por edhe ai i don ata xhellu ala. Elusë Allahun xhellu ala që të jemi për atyre që ai na don, dhe ne e duam ata te bareke ve teala, dhe ne në realitet natyrshëm duhet që ta duam ata, se çdo mirësi dhe çdo dhuratë është prej tij xhellu ala. Po që të na don Allahu, valla kjo është e madhe dhe e çuditshme, qofshim prej tyre ya rabbel alamin. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ya Allah, dëshmoj madhërinë tënde, ya Allah, dëshmoj mbajtësitë e arshit tënd, ya Allah, dëshmoj melekët e qijeve dhe melekët e tokës. O Allah, dëshmojmë gjithë krijesat e tua, ya Rabbi, se ne të duam ty, dhe miku nuk e dënon, dhe i dashuri të dashuri nuk e dënon. Ya Rabbi, kimi vendos duart tona dhe ballet tona para pragut të dedës tënde, ya Allah, me dashurinë e madhe që e kemi për ty, o Allah. O Allah, wal habibu la yu'adhibu habibe, e i dashuri nuk e dënon të dashurin, e miku nuk e dënon mikun. Andaj ya Rabbi, ngrite prej nesh dënimin tënd, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutemi, ruaj fytyrat tona prej zjarrit të xhenemit, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutemi, ruaj fytyrat e prindërve dhe qafat e prindërve tan prej zjarrit të xhenemit, ya Allah. O Allah, të lutemi, ruaj qafat edhe fytyrat e gjishërve dhe gjysheve tona prej zjarrit të xhenemit, ya Allah, ya dhe xhelali wal ikram. O Allah, të lutemi, mëshiroj ata gjishër dhe ata gjyshe që nga fëmiria e hershme na thoni ne që të duam ty, o Allah, dhe ata na mësoni surën Kul huwallah dhe surën Elhamdulillah për dashurinë që e kishin për ty, ya Allah. O Allah, mëshiroj ata që na mësoni shahadetin la ilaha illallah për dashurinë që e kanë pas për ty, ya Allah. Me të vërtet Allahu është dëgjuesi lutjeve dhe pranuesi lutjeve tona subhanahu wa taala. Luma i cili e ka mik Allahun xhellahu ala, shumë i fortë është ai pasha Allahun xhellahu ala. O s'kam mik më të madh. A keni pa dikush kur thotë unë kam shpinën e fortë, pse ka filan mikun dhe filan mikun, pe ndoshta filan kryetarë dhe pe partijave. O pasha Allahun, kush e ka mik Allahun xhellahu ala, ai është i fortë dhe ai e ka shpinën shumë të fortë. Elusë Allahun xhellahu ala që dashamirin më i madh të jetë vetëm Allahu te bareke ve teala dhe në zemrat tona, e që është qabje e trupave tonë, mos zën vend në të dikush tjetër posa Allahu xhellahu ala dhe dashurisë që e kemi ndaj të tjerëve për hatër të Allahut te bareke ve teala. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ya rabbel alamin, lësho mëshirën dhe rahmetin tënd mbi vllazërin tonë në Gaza, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, mëshiroj fëmijët e tyre, ya rabbel alamin. O Allah, të lutem, mëshiroj të vdekurit e tyre, shëroj të sëmurit e tyre, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, me të vërtet ti je më i mëshirshëm te bareke ve teala. O Allah, lëshoj hidhërimin dhe dënimin tënd mbi popullin zullumqtar, ya dhul xhelali wal ikram. O Allah, vendosemi para derës tënde, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, me emrat e bukura dhe cilësitë e larta. Në këto momente të ditës së xumas, ya Rabbi, ti e din se ne nuk posedojmë diçka pos lutjes. O Allah, të lutemi, ndihmoj atyre vëllezërve. Ya Allah, mëshiroj zemrat e nënave të tyre. O Allah, përforcoj zemrat e atyre prindërve, ya Rabbel alamin, dhe bashkoj ata dhe ne me ata në xhenetet e larta, ya dhe xhelali wal ikram.